Koha me shi ka ndikime emocionale të ndryshme tek çdo njeri, por si mendojnë shkodranët, si ndikon koha me shi tek ata? Jena mësuar me këtë pjesë, kështu që nuk është se ndikon shumë. Nuk ndikon fare. Thjesht njësoja. Më koha për shi nuk mërzit. Jena mësu, gjithë më kena punu isho. Shif, to, borë, ne kena punu. Nisë fare të më ndikon. Po mërzit, gjithë kanë mërzit. A të mërzit koha me shi? Po. Shpeshherë shiu na prish dhe planet në ndonjë ditë të caktuar apo në ndonjë fundjavë. Plane sigurisht që na e prish. Normale që pa. Nuk mi prish planet, si thash unë jam i mësuar, si ra shi, si s'ra shi, si është mjegull, si është mjegull, planet janë plane, kështu si qëndrojnë. Privohesh nga e dalur në, metesh në shtëpi, ne për pensionistat, telenovela, ndaj roman, kaq. Po vetëm kur jemi në punë, kur ka shi s'ka njerëz. Shumë herë ka ndodhur, po ata janë ligji natyrës. Por a është shiu romantik? Raste, po, varet nga situata. Po nuk është se jam shumë tip kështu romantik ose që nikohem nga, si të thash, nga koha, nga dielli, nga shiu. Nëse e kam diçka me e baj. Në herë po, të së më pranë verë. Për mua jo. Po, për ne po, për tjetë nuk di gjë. Ja, më heq fare. Jo mo, ka kërë romantika jeme. Shiu ashtu siç na trishton, ashtu ndikon pozitivisht edhe në shëndetin ton, duke na bërë të ndihemi komod dhe të relaksuar.